يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Të gjitha falënderimet, të gjitha madhërimet dhe të gjitha lavdërimet i përkasin krijuesit ton Allahut subhanahu wa taala. Salavatet dhe selamet ora gjoshin mbi pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi gjithë familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë besimtarët musliman, të cilët shkojnë vetëm sipas rrugës së tij. Të ndashëm vëllezër, në kohën në të cilën po jetojmë, padyshim se të gjithë jemi duke pa edhe me duke përjetu se me të vërtet ka devijime të shumta, qoftë në aspektin e situatave. E shohim se situatat e shumta kanë deviju, mirë po edhe në aspektin e personave. Personat e shumt janë duke deviju në kohë shumë të shkurtë. Ashtu qysh ka parajmëru vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithet e tij. Në shumë hadithe, ai vetëm se e ka vërtetu kohën në të cilën jemi duke jetu. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, do të vijë një kohë kur do të shtohen dituria. Domethënë dituri për fenë e Allahut njerëzit kanë më pas pak. Dhe prej arsyeve kryesore pse njerëzit do të devijojnë është për arsye se nuk ka dituri për rrugën e saktë. Po pastaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk do të vijë kiameti pa ushtu amoraliteti, pa u përhap amoraliteti. Edhe kjo është një çështje të cilën po e shohim. Me të vërtet, amoraliteti është në përmasa alarmante. Ne po e shohim motelet të cilat janë hapur rrugëve kudo. Por çfarë arsye janë hapur ato? Vetëm për shkak të amoralitetit. Mirë po nëse përhapet amoraliteti, atëherë kjo nënkupton se vështirë se është dikush që do të shpëtoj prej asaj pune të asaj pune të shëmtuar. Nëse përhapet amoraliteti, vetëm një paketë janë ata të cilët do të shpëtojnë për kësaj sprove. Po pastaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk do vijë kiameti pa u përhap pirja e alkoolit. Edhe kjo është një çështje që e shohim. Edhe të pak janë ata të cilët sot nuk e përdorin alkoolin. Po pastaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk do të vijë kiameti pa u përhap kamata. Kamata me të gjitha format e saj. Qoftë në aspektin zyrtar, qoftë në aspektin jo zyrtar nëpërmjet fajdeve. E shohim se ajo është përhap në çdo kënd. Edhe kjo është një prej fatkeqësive. Mirë po, në të gjitha këto situata të vështira, në të gjitha devijime, është një çështje e vetme, nëpërmjet të cilës njeri mundet me shpëtu për këtyre punëve të këqija. Ajo është lutja sinqert që ai duhet t'i drejtojë Allahut subhanahu wa taala. Është një hadith e pejgamberit alayhi salatu wassalam që i ka thonë një shokut të tij. I ka thonë ja Shaddad ibn Aus, kur ti shesh njerëzit se ata po shkojnë pas pasunive, se ata po shkojnë pas mbledhjes së pasurisë, atëherë ka thonë ti shkon mas çetyre fjalëve, shkon mas çësaj lutje, sepse kjo është pasunia krejt për ty. I ka thonë thuaje këtë lutje, Allahumma inni es'aluka thabata fil amr wa azimata ala ar-rushd. Ka thonë thuaj këto fjalë, o Allah, të lutem ty që të më japësh përforcim në fenë tënde, edhe më të japësh vullnet edhe fuqi për të kryer punët e mira. I ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, thuaj këtë lutje kur të shihsh se njerëzit janë duke nga mas pasunisë. Por arsye se pasunia kërka nuk mundet me shpëtu prej atyre punëve të këqija që i përmendëm. Pasuria nuk mundet me shpëtu prej amoralitetit kërkon, përkundrazi, pasuria mundet me çon amoralitet. Pasuria nuk mundet me shpëtu kërkon prej pirjes së alkoolit e prej punëve tjera të këqija. Mirë po është vetëm domosdoshmëria, është vetëm lutja e sinqert ndaj Allahut, e cila mundet me shpëtu njerin prej këtyre devijimeve të cilat po shtohen në çdo çast. Po pastaj nëse i shohim lutjet e tjera të pejgamberit alayhi salatu wassalam, vazhdimisht e ka lutur Allahun që ta përforcojnë në fenë e tij edhe të jetë i paluhatshëm në asnjë çast. Prej lutjeve të tij në namaz,
në sejdë ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Edhe ka thonë, o Allah, zemra ime është në dorën tënde. Ti ndryshon zemrat e kresave të tua ashtu si dëshiron. Mirë po ka thonë, zemrën time drejtoje në fenë tënde. Po pastaj e shohim në Elham, në surën El-Fatiha, të cilën e lexojmë në çdo namaz, edhe në çdo recate. Në atë surë themi ihdinas siratal mustaqim. Kuptimin e ka Allahu udhëzon në rrugën e drejtë. Pse Allahu na ka caktuar që këtë surë ta lexojmë në çdo recate. Edhe të kërkojmë prej Allahut që të na udhëzoj, sepse po të mos të kishte udhëzuar Allahu, me të vërtetë ne sa për forcat tona, sa për detyrimin ton, do të ishim të devijuar sikur se janë shumica të tjerëve. Mirë po Allahu subhanahu wa taala e udhëzon kënd të dëshiron, edhe Allahu subhanahu wa taala ja jep udhëzimin atij që e meriton dhe atij që e kërkon. Prandaj jo rastisht në këtë surë themi ihdinas siratal mustaqim, sepse në çdo çast ne kemi nevojë që Allahu subhanahu wa taala që të na udhëzojë në fenë e tij, që të na udhëzojë në punë të mira. Dhe këtu e shohim se udhëzimi nuk mund të vijë ndryshe vetëm se prej Allahut, edhe udhëzimin duhet ta kërkojmë vetëm prej Allahut. Edhe besimtari kur e sheh se me të vërtetë Allahu ja ka dhënë fenë, ja ka dhënë pasurinë më të çmuar, ja ka dhënë besimin, atëherë besimtari duhet me rujt si sytë e tij. Edhe duhet me pas frikë për fenë e tij dhe besimin e tij dhe për familjen e tij. Nëse e shohim gjitha këto devijime që thamë në fillim të hutbes, gjithënani për nesh duhet me pas frikë për veten e tij, por duhet me pas frikë edhe për familjen e tij dhe për fëmijët e tij. Siç thash, nëse e shohim amoralitetin, nëse e shohim zinan, nëse e shohim gjitha këto motele, të cilat po hapen çdo ditë, për arsye të amoralitetit, jo për arsye tjetër. Atëherë duhet me pas frikë çdo njeri, mos ka dikush prej familjes time që do të përfundoj aty. Allahu na ruaj prej kësaj situate. Sepse nëse njëri ka përmendur atë situatë, kërrejt botën me jap nuk i duhet. Për këtë arsye çështja më e çmuar është besimi. Çështja më e çmuar është që besimtari të mos jetë i lohatur asnjëherë. Për këtë arsye dietarët e Islamit, që është në kohët e para të Islamit kanë thonë, kur kanë filluar që të përhapin disa punë të këqija, ata kanë thonë mos u çudit për një person që e ka humbur rrugën e drejtë, mos u çudit që e ka humbur rrugën e drejtë. Mirë po ka thonë çuditje për ata që ka qëndruar në rrugën e saktë, se si ka mujt me qëndru. Sepse qëndrueshmëria në fenë e Allahut është e vështirë, nuk është e lehtë. Për këtë arsye duhet më çudit për ata të cilët kanë qëndruar në fenë e Allahut, për ata të cilët janë të përpikt, për ata të cilët janë nështruar, edhe respektojnë namazin, edhe respektojnë të gjitha veprat e tjera. Po ashtu për devijimeve të mëdha, të cilat ne si popull shqiptar, ne si musliman shqiptar, jemi duke përjetuar, është sulmet e shumta që janë duke bërë disa të tjerë për shkak të fesë tonë, për shkak të islamit tonë. Janë duke na sulmuar vetëm se i ke besu krijuesit tonë. Janë duke na fyer vetëm se Allahu na ka zgjedh që të jemi pjesëtar të fesë përsosur, të fesë përkryer, vetëm se jemi pjesëtar të asaj feje që Allahu vetë e ka zgjedh për fetë të tij. Vetëm para pak ditësh ishte një vendim i çuditshëm prej Gjykatës Supreme. Gjykata Supreme e Kosovës ja ka vërtetuar vendimin e Ministrisë së Arsimit se sipas tyre Ministria e Arsimit pas ka të drejtë që mi përjashtu prej shkollës ato vajza të cilat shkojnë me shami. Dhe më thonë edhe gjykata ka vërtetuar dhe ka thonë Ministria e Arsimit ka drejt nëse vajzat me shami nuk i lënë në shkollë. Kjo është në shekullin 21. Kjo është në kohën ku krejt bota po flet për liri, kur krejt grupet edhe krejt etnitetet edhe në vendin tonë po flasin edhe po thojnë dëshirojnë atina të lirë. Mirë po kjo kur vjen pyetje për muslimanët, për ta nuk duhet të jenë të lirë. Vajzat me shami, sipas tyre nuk po dasha me shku në shkollë. Edhe kjo është një prej fatkeqësive. Edhe këtë duhet ta shohim mirë. Edhe ta dimë se kush janë ata të cilët janë duke na pri. Edhe kush janë ata të cilët ne po i votojmë. Duhet me qenë mendje prehet besimtari. Edhe duhet me ditë, edhe duhet me kanë me ngulës. Edhe duhet me qenë të gjithë së bashku. Mos me leju në asnjë situatë që të privohet liria e fëmijëve tanë vetëm se përkasin besimit
edhe i përkasin fesë Allahut fuqiplot, e cila është fe e vetme e pranuar te Allahu, e cila është fe e vetme e cila garanton shpëtimin në këtë botë, në botën tjetër.